Me datën 17 qershor 2026, Qeveria e Malit të Zi dhe Krahina e Stirijës në Austri nënshkruan një deklaratë të përbashkët bashkëpunimi me qëllim forcimin e marrëdhënieve institucionale dhe zhvillimin e projekteve të përbashkëta. Deklarata u nënshkruan nga zëvendës kryeministri dhe ministri i zhvillimit ekonomik Nik Gjeloshaj dhe zëvendës guvernatorja e Stirijës Manuela Kom. Bashkëpunimi do të përqendrohet në fusha si arsimi, shkenca dhe inovacioni, të rinjt, mbrojtja e mjedisit, burimet e ripërtritshme të energjisë, shëndetësia publike, ekonomia, integrimet evropiane dhe vetë qeverisja lokale. Dokumenti i parashikon përgatitjen e planeve të përbashkëta të punës dhe zhvillimin e projekteve konkrete, me shfrytëzimin sa më të madh të programeve dhe fondeve të Bashkimit Evropian. Por më shumë në lidhje me këtë bashkëpunim, për televizionin Bojnë u shpreh ministri Nik Gjeloshaj. Kemë bërë një marrëveshje ekonomike me një ndër regionet më të zhvilluar të Austrisë e përket ekonomisë, një region i cili ka një eksport për 20 miliardë euro në vit, me një industri shumë të madhe, me produkte, me prodhime shumë të madhe në prodhimtarinë e shumë asortimenteve, dhe kanë treguar një interesim të madh që të investojnë në Malë të Zi, që në pjesë të asaj që çka prodhojnë në vendin e tyre që t'i kalojnë në Malin e Zi, duke e përdorur atë çka është duke bërë Mali i Zi në integrimet evropiane, pra gjithsesi Mali i Zi në sa i përket ekonomisë, biznesit, i ka bërë adaptimin e të gjitha rregullave e ligjeve që janë sot në Unionin Evropian, prej kësaj edhe një mundësi e re për investitor nga Unioni Evropian, pra përsëris Shtanë-Majers nga ndër regionet më të zhvilluar në Evropë, me një ekonomi shumë të fuqishme, dhe është privilegj që kanë interesim që janë sot këtu që të investojnë në Malë të Zi. Nesër vazhdojnë diskutimet edhe me kompanitë lokale, gjithsesi e Malit të Zi, ka ardhur një delegacion shumë i madh të kompanive prej këtij regioni që shohin mundësi bashkëpunim me kompanitë tona dhe shohim një mundësi shumë të madhe të zhvillimit ekonomik.